Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 22, muajti 6, viti 2026 dhe e hënë. Në ditë politike varge vi, por varet nga kush dhe cili kënd i shikon. Sot para komunës së Tetovës, BDI Dega Tetov zhvilloi një aktivitet mjaft interesant. I kënduan më në fund Bilal Kasamit ndër balkon. Dhe, unë ka befasuar krejt diçka tjetër. BDI Dega Tetov ja ka ofruar këshilltarët e vet, Bilal Kasamit, që t'i kalojnë atë që quhet ligji për emërimin e rrugëve. Jo ndryshimin e emrave, por emërimin. Sipas asaj që deri tash ka thënë Bilal Kasami dhe gjatë këtyre 2 viteve lidhur me komisionin e famshëm që e filloi, nuk ka thënë ndryshimin e emrave, por vetëm ligji për emërtimin e rrugëve. Gjykata kushtetuese doli me një deklaratë këtyre ditëve dhe e abrogoi, e shfuqizoi një ligj të vitit 2007, në cilën Komuna e Tetovës përmes Këshillit Komunal e pranoi ndryshimet dhe emërimet e rrugëve në Tetovë. Tetovë është 90% shqiptare. Ata të cilët votojnë për kryetar komune që zgjidhet tazon, nga Bilal Kasami. Dhe kur e marrësh e shoh se si është ndarja e pushtetit, është 23-24% përfaqësues. Kjo nuk është as Kosovë, ku serbët bëjnë popullat 4%, ndërsa pushtetin mund të gëzojnë deri në 10%. Ne jemi më demokratë se sa Tetova Bilal Kasami. Dhe që të mos vi deri tek këto lojra politike, BDI sot ja ofroi këshilltarët e vet Bilal Kasamit. Dhe prite ajo që ndodhi. Por, shumë pastër u tha, por unë do ndalem pak te gjykata kushtetuese. Ata, për të mbuluar skandalin që bën, sepse sipas gjitha gjasave gjykata kushtetuese ka abroguar nen i cili nuk është i tyre, për arsye se veç me heshtje institucionale që në vitin 2007 e ligj është i plotfuqishëm. Pra, nuk thotë se gjykata kushtetuese i di krejt punët. Dhe në gjykatë kushtetuese dhe ata janë njerëz, po. Dhe kanë rritur rrogat e tyre sot që ta mbyllin këtë skandal. Dhe ende nuk e kanë botuar në web faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese atë vendim. Si mund të abrogohet diçka që i ka kaluar afati. Kjo është vetëm në Maqedoni ndodh. Sepse ka një rregull, i drejtohesh institucionit. Me kalimin e kohës ata nuk përgjigjen, thonë është miratim heshtje institucionale. Okej, kjo nuk vlen vetëm për Bilal Kasamin. Por, mund ka befasuar krejt diçka tjetër. Ta dëgjojmë njerë në fillim, çfarë tha kryetari i Degës BDI Tetov, zoti Bajram Rexhepi, i cili ofroi të gjithë këshilltarët e vet të BDI-s Bilal Kasamit. Procedura ligjore është shumë e thjeshtë. Domethënë, me inicim të kryetarit të komunës, i cili formoi komision të posaçëm për riemërtimin e rrugëve, shesheve dhe kurrave. Në vitin 2006, propozimi ka shkuar në Këshillin Komunal të Tetovës, është miratuar propozimi dhe është dërguar të pjesa për parkim të ministrit ose të qeverisë. Nëse kjo kërkesë nuk përgjigjet as pozitive, nuk ka përgjigje as pozitive dhe as negative, kjo merret si heshtje institucionale apo si miratim me heshtje. Kështu që absolutisht nuk është e vërtetë se vendimi që është sjellë në fund në vitin 2007 në basë probleme është një problem puro politik, i nxitur nga votat serbe dhe nga gjithë ato aktorët politikë që përpjekojnë në Maqedonisë së Veriut. Domethënë, të jemi të qartë. Procedura ka qenë tërësisht ligjore. Domethënë, qeveria nuk ka dërguar mendim negativ për përgjim ose përgjim negativ për
madhe që nuk i ka. Që ti po thoni të dëshimit dhe gjithashtu personës ka qenë gjitha ligjore. Pasi asë në të rrugë të pranuar dhe Ministria e Transportit që registrojnë në Ministria e Transportit dhe Ministria e Ndëgjo, hapat që ne do marrim dhe analizojmë ditët e vazhdim. Po, nuk përjashtohet as protesta, po nuk përjashtohet as thirrja e një referendumi në të cilën gjithë të marrin për japjen e ndihmën e tyre të pas të analizave që ne do bëjmë, edhe do vendosim se cilat do jenë hapat e ardhshme konform ligjeve pozitive të Ministrisë. Dhe pyetjen e dytë, nuk ka patur absolutisht asnjë pengesë të gjitha institucionet komune të zbatojnë vendimin që është marrë në vitin 2007. E përsëri tjetër. Vendimi i takes konform ligjet për emërimin e shesheve dhe rrugëve dhe burave, nuk ka patur asnjë lëshim në këtë procedurë dhe qeveria atëhershme, gjithashtu, e udhëhequr nga Vogëro dhe Pomareja në vitin 2007, nuk është përgjigjur as pak, nëse ka patur vendim negativ për vendimin e Qytetit. Kështu që apo mos përgjigja nga fatin e caktuar, nga fatin ligjor, merret si heshtje institucionale dhe paratë Këshilli Kombëtar në vitin 2007 edhe ka miratuar këtë. Kështu që nuk ka patur absolutisht asnjë problem të gjitha institucionet të ta respektojnë vendimin e Këshillit Kombëtar. Ndërsa, unë ndërhyj këtu, atëherë 20 me gjithi më brëm në një televizion të Alsati, në debat, pas ka të thofin, vërska me atë se çfarë po ndodh. Pas tërburi i math rren, gënjen, mashtron. Se këta e ka ndërguar në qeveri si komunë e Shkupit e kështu me radhë. Do thonë, mos përgjigja është mëse vërtet kjo, kam konsultuar sot ligjin, është mëse vërtet mos përgjigje institucionale brenda afatit kohor llogaritet si përgjigje pozitive. Hajde Behram. Mediave dhe qytetarë, sot e kemi thirrur të bashkëbisedim, që të bëjmë të gjatë nevojën për një potencial që tjetër në Këshillit Kombëtar. Bashkimi Demokratik në Integritet ka marrë të gjitha masat për të sqaruar situatë dhe sigurisht se nuk do vinë duar të pas këtij operative që është bërë. Ne sot ne do bëjmë të gjatë të dritë tona pas atij vendimi skandalos të deputatëve që është poshtruar në Shqipëri, që është anti-kombëtar, anti-shqiptar, anti-evropian dhe në kundërshtim të plotë me vërtetën e shqiptësisë së deputatit. Ne sot kemi thellë këtu që të bëjmë një thirrje kombëtare për Komisionin e Novës që brenda 2 apo 3 ditëve të ardhshme të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, një seancë turpjete, ku do të fillojë procedura për miratimin ose rimiratimin të vendimit të cilin e ka aprovuar Gjykata Konstitucione vendimin e vitit 2007 sjellur nga Këshilli Kombëtar, i cili ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore konform ligjeve pozitive të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse Komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratojë këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë përshtypje e plotë të këshilltarëve të tij. Nëse Komuna e Tetovës do të refuzojë thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë do të konsiderojmë se Komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të Gjykatës së Shqipërisë. Ky vendim, pas të gjitha informacioneve që ne posëdojmë, është orkestruar dhe është organizuar nga bota serbe, nga qartjet ruse, të cilat veprojnë në ajo. Po pra, ishte ky Bayram Rexhepi, kryetar i Degës së BD-s në Tetov, shumë pastër dhe e sqaroi, por edhe tha se do marrim edhe masat e tjera, referendumi. Okej. Një referendum shqiptare që kanë bërë viteve 92-93 të Iliridës është ende vakant. Atë duhet të përdorur, por pse jo, për arsye se ka të bëjë me një çështje lokale, mundet edhe kjo. Por mbetemi me një dilemë.
20 me qiti me ja thonë t'i ruje edhe vend këj hupkave. Njëri mos jetë qaq informuar një rregull e artë në jurisprudencë thotë nëse nuk përgjigjesh në afat të caktuar institucioni të cilët i është drejtuar kërkesa, llogaritet si i miratuar. Okej. Aq di, aq flet. Pra Bilali ka disa kikse ka në këtë stil, me qindra në komunën e Tetavës, me qindra. Përgjigjet mas 5 muajve, 6 muajve, afatet ligjore. Okej, nuk është okej. Pra, ekziston një drejtori e administratës, e cila sado që të keni të lashe drejtoni asaj më njerë kur hyni në komunë, shkallëve, dera kryesore, majtës është dera e parë. Bëdi, ashtu quhet, drejtoria, DUI. Pra, inspektorati administrativ i shtetit. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej, pra, e dëgjojmë se çfarë tha. Dhe, nuk të ndalin atë se çfarë ka thënë komuna e Tetovës, dhe është për të qeshur humor është. Humorin më të madh e ka bërë Adnan Azizi. Ai tha, Bayram Rexhepi ende për shkollën e Seltës diçka. Dëgjoj o Adnan, dëgjoj. Është një shprehje urtë popullore e cila thotë kur nuk dish, pyet. Pyet se për çfarë është biseduar. Dhe unë jam befasuar nga ora 10, komplet stafi Bilal Kasamit ishin përballë për kafeteri. Një plak luhateshe andej këndej, kishin ardhur disa vendime vetëm në gjuhën maqedonase, ai nuk e kuptonte. Dhe askush nuk ishte në përzire. Marrin rroga, dhe të rroga të mira, dhe të majme, askush nuk rri në përzire. Plus edhe kretari i komunës nuk rri në zyrë. Dini pse? Sepse ai me bismillah i shet të gjitha gjërat. Dhe është arsyetuar se sot ka pritur Çavushollun ish ministrin e punëve të jashtme të Turqisë. Okej, problemi është tash person privat. Se mund të rri me javë, me muaj. Por, kryetari e di detyrën e vet, se duhet të jetë në funksion të qytetarëve. Mysafirët kur ka kohë. Por për ti, kur sot ti ballafaqime problemi i tij. Por shumë shpejt do t'i këndohet prapë ndër balkon. Dhe priten në Maqedoni protestat të mëdha, nëse jo nga muji 8 apo në mujin e 9 dhe 10 po se po, Maqedoni do të rëndet. Dhe të rëndet sërbski svet. Sot në një televizion shenja, ka pëlqyer, më pëlqen sepse i bie këtë njerë Kosës Arben Taravari si psikolog, por sot ka pëlqyer me një mohabet që mjaft interesant. Tha, ata të cilët protestuan në Gostivar dhe thyrën xhamat nga Depreshi, që thyrën xhamat nuk kanë të drejtë për protestën. Mirë po, dhe ata që i thyrën xhamat tha, ne kemi njohur tha edhe shfrytzues të narkotikëve. Që tha është Betaravari. Që në gjoni? Administratës komunale. I bie që keni gjetë kompromis dhe. Po, shiti, çdo koalicioni është një lloj kompromisi, edhe besoj se është funksionale dhe do të vazhdojë të jetë funksionale. Mirë, Nuk ka diçka tem kështu që është duke se ka ndonjë mosmarrëveshje të madhe, normalisht mund të ketë pasur disa mosmarrëveshje të vogla, po korniza të normales. sepse do të thotë kjo edhe ngjarjet e fundit që diskutuam u interpretuan që mos ndoshta BDI po e përdor situatën në fjalë për të bërë presion kundrejt kryetarit aktual të Kosovës, zotit Albani Bani. Nuk e besoj se BDI është direkt e involvume, mund të ketë pasur njerëz të BDI-s. Dëgjoni, ka disa njerëz mund të ketë edhe të BDI-s, edhe të Blenit, edhe dikush tjetër që i pengon suksesi i një kryetari të komunës, i cili është duke bërë revolucion në komunën e Gostivarit, e tash nuk mund ta fajsoj unë kryetarin e partisë ose kryetarin e degës BDI-s Gostivar, se ato janë të involvuar në organizim. Kështu informata s'kam, po kryesisht janë njerëz të Blenit të cilët i njohim shumë mirë. Disa bile përdorues të narkotikëve ja them kështu publikisht, që i njohim. Sa është zotni Arben Taravari, që zotni dhe tha, hajnë njerë. BDI është direkt e involvume, mund të ketë pasur njerëz të BDI-s,
Dëgjoni, ka disa njerëz mund të ketë edhe të BDI-s edhe të Vlenit edhe dikush tjetër që i pengon suksesi i një kryetari të komunës, i cili është duke bërë revolucion në komunën e Gostivarit, e tash nuk mund ta fajsoj unë kryetarin e partisë ose kryetarin e degës BDI-s Gostivar, se ato janë të involvuar në organizim. Kështu informata s'ka, po kryesisht janë njerëz të Vlenit të cilët i njohim shumë mirë. Disa bile përdorues të narkotike, ja them kështu publikisht, që i njohim Gostivar si njerëz të them kështu të A ka alfa njerëz? Pra, Arben Taravari, unë këtu nuk pajtohem. Vleni 5 vakte namaz falin, me mjekra, me pantullet shkurta, me një gisht, ngren dorën. Po, dhe po të pyesë, çdo njeri ka qenë në ndonjë qytet të Iranit. Çdo njeri. Interesant. Se kam ditur Arben se sa të pasur, ama ata drogën e konsumojnë gjithë, thashbe, ose shetër. Erbeni, namin e bane. Okej. Dhe i ka ra grushta dhe asaj se Vleni është partia e Zjedmëzhitit dhe ata nazistit. Ndërsa Albin Kurti në Rëmëvë është Bekim Qoku dhe ka qeshur pak. Okej. E kam, po nuk duhet që lodhi, kam shkëputur për një ditë tjetër, sepse vërtet duhet më marrë me Albin Kurtin në Maqedoni. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Gjatë gjithë kësaj kohë, sa po ndodhen në Maqedoni, të mërkurën pritet që të ketë interpelancë për Ministrin Punëve të Brendshme Panço Toshkovskën, cilën e ka kërkuar Levica, si parti e cila të deklaroi edhe Afrim Gashi se më 24-rin ka kaluar në votim interpelanca për Panço Toshkovskën. Dhe dini çfarë ka thënë Panço Toshkovski në mediumin maqedonas sot? Levica po i bën argatllëkët e LSDM dhe BDI-s. Interesant. Thënë, ishin një kohë dhe dikur, nëse nuk je me kryetarin, nëse me nën kryetarin, nëse me partinë që është në pushtet, nuk je i asaj partie. Thënë, nuk mund të jesh ti i... Levica nuk e fshef, është parti komuniste, neokomuniste. Nuk e fshef. Ata ishin edhe në përvjetorin e vdekjes së Enver Hoxhës të varit i vun kurora Lule. Okej, problemi tyre. Ama se bëjnë punët e LSDM-s dhe argatllëkën e BDI-s. Emër Panço Toshkovski. Ai Apasjevi, vërtet është tatamata, thoshin kohën e Jugosllavisë për jurisprudencë, ju shtin në xhep të gjitha. Dhe nga njerë ndalem edhe argëtohem duke dëgjuar se si i tallë mirë shumë kulturore dhe profesionale. Ka tallur krejt të vëmëra dëpones, të thuar nga kryetarja e shtetit, te kryeministri, çdo gjë, edhe e ka tallur herë më përpara Kamishovën e kështu me radhë. Nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. Maqedonia ka shumë halle, ka shumë telashe. Por, në Tetov, përveç më mirë për Tetovën, ka që reagon edhe një djalosh nga radhët e partisë Zjadin Selës, bëhet fjalë për Arlind Mërtizanin, këshilltar i Lidhjes Shqiptare në Tetov, i cili ka qenë mysafir sot për A2 CNN në Shqipëri. Dhe më në fund Arlindi i ka ra asaj pikës mbi i që them edhe unë. 90% e njerëz të Tetova. Mund ka vësur Blerimi Seni, kam ditur se është pak më i zgjuar, ama doli të tash jashtë kontestit, siç do kishte thënë Nikoloski, sepse Tetova 90%, po se po është shqiptare, mos është edhe më shumë. Ata të cilët votojnë për kryetar komune, 87.000 vota votojnë në Tetov, që s'dalin në çështje tjetër. 87.000 janë të regjistruar. Plus, për çdo vjet shtohen këta që kanë bëjnë moshën madhore 18 vjet. Okej, nuk është okej për vazhdim. Ta dëgjojmë Arlindin. Një vendim i disa ditëve më parë i gjykatës kushtetuese në Shkup sjell një tjetër përgjegjësim për shqiptarët dhe vendimi shfuqizon atë vendim të para gati 20 viteve për emrat e rrugëve dhe shesheve në qytetin e Tetovës. Për këtë problematikë do të bisedojmë me Arlind Murtezani, këshilltar komunal i Lidhjes Shqiptare në komunën e Tetovës.
Alin, të përshëndes, të falenderoj që jena aty si CNN. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë dhe interesin që keni si medium edhe për shqiptarët Karaj Kufirit. Faleminderit. Do të vazhdoj të jetë edhe në vijim si deri më sot, por Arlit për t'ia shpjeguar edhe audiencës në Shqipëri, më thuaj së pari, çfarë është ky vendim i gjykatës kushtetuese që shfuqizon një vendim të gati 19 apo 20 viteve më parë për emërtimin e rrugëve dhe shesheve në qytetin e Tetovës, dhe Tetova është kryeqyteti shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. E vërtet. Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese është se ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe sheshit Iliria në Tetovë, me çka ka kthyer emrat e vjetër jugoslav dhe komunist, që shumë prej tyre për shqiptarët janë fatkeqësisht kanë mbajnë mend për të keq. Parmendoni tash, emrat JNA dhe Marshall Tito kanë filluar të heqin edhe në Serbi. Mos të flasin për republika tjera ishte jugoslave, ndërsa ato sot çuditërisht po na rikthehen në Tetovë në një komunë me 90% shqiptar. Ky vendim vlen të theksohet se është në vargjen e vendimeve të njëpasnjëshme që ka sjellë gjykata kushtetuese në koordinim me qeverinë aktuale. Të gjitha këto pikar kanë qenë pikar që i ka promovuar kryeministri Mickovski gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2024 në moton Maqedonia përsëri e hyjtja. Dhe kjo ka për qëllim që t'i zhbëj të gjitha arritjet deri më tani dhe rënimin e marrëveshjes së orit. Fillimisht për audiencën në Shqipëri, gjykata kushtetuese vazhdoi me shfuqizimin e balancuesit që i parapriu kësaj. Pastaj vazhdoi tentoi abrogimin e ligjit të gjuhëve, por u ndal fal rezistencës së Frontit Evropian në kohë që ndodhen protesta para gjykatës kushtetuese. Pastaj vazhduan me provimin e jurisprudencës, vazhduan me propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Po pra, dhe kjo është Maqedonia, gjykata kushtetuese, të cilët për të fshehur skandalin e fundit i rritën rrogat e veta. Edhe pse ja, për të treguar se ata nuk konsiderohen dhe këshillohen, do t'jetë mirë vleni që ngrej procedurë. Si mund mos vi në rreth të dite mendimi i qeverisë e cili ka ndaluar rritjen e rrogave në gjithësor. Ndërsa gjykata kushtetuese e ka hekur, ka abroguar këtë ligj, do të thonë që të tregoj se janë, nuk pyesim, në koordinim janë me Mickovski, gjithë to që po ndodhin. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Pra, gjithandej, Maqedonia është garë dhe humor. Por, duke se është garë dhe humor, por, pasojat mund t'jenë shumë të rënda. Po sërshisht edhe në aspektin përveç nacional, fetar dhe në aspektin ekonomik. Ta dëgjojmë se çfarë tha sot kryetari i LSDM-s Filipçe në një konferencë për Shqip. От формирањето на владата на Христа Мицкоски. И после 2 години граѓаните не добија ни повисок стандард, ни по-квалитетен живот, ниту по-добри услови за живот, ниту пак по-функционални институции. Не ги добија ветувањата на Мицкоски и ВМРО пред изборите. Едноставно граѓаните се излажани. Се изгубија 2 години во економски неуспех, во стагнација, во лажни ветувања, во национални понижувања, во влошени меѓуетнички односи, во влошување на односите со соседите, во време во кое што младите само планираат како да се иселат од земјата. А според извештајот на Европскиот парламент и години на странско влијание во земјава, проруско, контролирани медиуми од луѓе блиски на поранешниот унгарски премиер Орбан, демократија која што е загрозена, и 2 години, а нешто за што никој странец, ниту пак било која меѓународна институција не треба да ни каже, тоа граѓаните го чувствуваат секојдневно, зголемување на сиромаштијата. Po pra, dhe të pështohet për çdo ditë. Ta zëm, nëse një shport mbushej dikur, apo stërbushej me 1.000 denar, tash një nella, kështu themi popullor, që nuk e mbulon 1.000 denarsh. Pra,
një në inflacion i paparë që është bërë. Edhe pse sot Mickovski ka reaguar. Çmimet e larta të ushqimeve në Maqedoninë e Veriut, ai tha, ulni çmimet ose do ndërhim, mund që publikojmë emrat. Ha, punë e madhe, tha njëri prej atyre tregtarëve. Sa dole ti provoj. Pse tha, mos vjen ti blej unë atje ku i blej, ta zëm 1 euro, sa duhet ta shesëm këtu gjysmë herë? E shkoj atje produzet të thotë, jo neve. Jemi, okay, nuk është okay, por më vazhdoj më te. Dhe. Shumë çka është e kalur. Por, Bekim Sali vazhdon që të argëtoj. Dini pse vazhdon që të argëtoj? Sepse, përveç që nuk ka njohuri, nuk e meriton tjetë, nuk e di vleni pse kanë vendosur aty, zëvendës kryeministri i parë për çështje evropiane Bekim Sali. E pam se si kaloi në Parlamentin Evropian. Si ai ndarsa me kalë të huaj dhe me gishta ngoj. Do di hap temat etnike për të zbërë projektet e vlenit që ata 20 vjet nuk kanë arritur të realizojnë. Nuk ka se çka të komentohet, ama në vërtet nuk ka se çka të komentohet. Njeriu nuk përkon jo me realitetin, por njeriu nuk kërkon as me përditshmërinë e vonuar, sepse vleni është përditshmëri e vonuar. Derisa këta këndej shesin demagogji dhe dengla, Bullgaria ka denoncuar Maqedoninë në Këshillin e Evropës për djegjen e veturave diplomatike. Që Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës është parlamentuar për një seri sulmesh të vazhdueshme dhe shqetësuese ndaj institucioneve, organizatave dhe qytetarëve bullgar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Letra nga deputetja Denica Sacheva, drejtuar president Pablo Espanjë dhe anëtarëve të grupit EHPHD PSS u dërgua përpara sesionit veror të Asamblesë, i cili zhvillohet nga 22 deri në 26 qershor në Strasburg. Në to, Sacheva thekson se djegja e 2 makinave diplomatike përpara ambasadës bullgare në Maqedoni nuk mund të konsiderohet një rast i izoluar. Sacheva deklaron se incidenti nuk mund të konsiderohet izoluar për shkak se është pjesë e një serie më të gjerë dhe shqetësuese sulmesh ndaj institucioneve, organizatave dhe qytetarëve bullgarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitet e fundit, që është mos e vërtet. Mos e vërtet. Dhe Bilal Kasamit a do vazhdojë të këndohet në ndërbalkon. E ta shumë bëha me mençur. Pra, Tetova nuk ka nevojë për justifikime për përgjegjësi politike. 5 vite në krye të komunës së Tetovës do duhet ishin të mjaftueshme që qytetarët të shihin rezultate konkrete, jo arsyetime të pafundme. Problemet e trashëguara janë vërtet mund të shërbenin si shpjegim për muajt e parë të qeverisjes, por jo si alibi për pas 5 vitesh pushtet. 5 vite pushtet. Sot në Tetovë po flitet për centralizim të vendimmarrjes, për ndikime partijake në administratë, për emërime në institucione publike, për çështje të pronës komunale, për ujësjelljen, për ndërmarrjet publike dhe për shumë dilema që kërkojnë transparencë të plotë para qytetarëve. Kur pyetjet shtohen, ndërsa përgjigjet mungojnë, përgjegjësia politike bëhet e pashmangshme. Këtyre ditëve kryetari i dytë apo i pari i Vlenit, Izet Mesgjiti, tha kemi nda rreth 3 miliard euro për komunës shqiptare në Maqedoni. Okej. A dini se sot më ka tërhequr veten një ekonomist, mësuti nuk janë 50 milion të nevojshme. 28 ta kreqën borxhet e komunave shqiptare. 28 milion. Ullëve thash, ti marrim dikun që paguajmë bilat dhe pastaj do kemi një ori pse çdo llogarit janë të bllokuar. Me përmbarues, me kret, nuk e kalon ka 28 milion. Të gjitha komunave shqiptare. Dhe këta pastaj i hodhin pagesat në cesio. E dini si shkon e cesio dhe në xhepin e dikujt në fund, oligarëve. Një nga temat më të ndjeshme mbetet edhe çështja e emërtimit të rrugëve. Nëse kjo ishte prioritet politik, pse komuna nuk e procedoi me kohë kërkesën e institucionit të tjerë? Le të provonte BDI-n, sa është patriotike kur ishte në pushtet. Sot është le të kërkosh fajtorët e tjerë, por qytetarët kanë të drejtë të pyesin se çfarë është bërë konkretisht nga ata që kanë pasur mandatin dhe kompetencat. Sa pare ka dhënë komunët e Tetovës për atë komisionin për emërtimin e emrave? Jo ndryshimin, emërtimin e rrugëve të cilat ishin me numra. Tetova nuk është pronë asnjë partie, e asnjë grupi njerëzish. Komuna takon qytetarëve. Askush nuk duhet të vendosë se kush ka të drejtë të dëgjohet e kush jo. Jo të vendosë atë Nazizi dhe ekipa e tij që është aty në kabinet. Ky mund të hyjë, ky nuk mund të hyjë, ky mund të hyjë, ky nuk mund. E kur është puna e tatim paguesve, kretë jemi të barabartë, jam ai këta. Kush mund të takoj kryetarin, kush nuk mund të takoj të mbetet pas dyrët të administratës. Vendos komplet ekipa e Adnan Azizit që është tash komplet e kanë në kontroll kabinetin. Koha e propagandës o Bilal Kasami po mbaron.
Dëgjova këtyre ditë se gjë se ja, jemi shumë patriot, shkojmë edhe në zgjedhjet të parakohshme. Lokal. Okej, shkojmë. Por mos haro, këto erëra që fryjnë nga Shqipëria, nga veriu dhe nga jugu, edhe nga perëndimi e përlindja e Shqipërisë. I ke këtu, janë këtu, unë i shoh për ditë erërat. Por vetëm është koha kur do fryjnë edhe vjen keq sa më Bilal dhe përfundoj prapa grillave. Por do kisha dashur që të përfundoj edhe Adnan Azizi, sepse ai është iniciues, ngacmues i gjitha gjërave. Ja i ri anësh edhe pastaj do i dërgoj cigare Bilalit. Koha e propagandës po mbaron, po afrohet koha e bilancit politik dhe kur vjen dita e bilancit qytetarë nuk presin për arsjetime, por për rezultate konkrete. Koha për të kënduar në ndërbalkon të komunës ka ardhur. Pra, shumë shkaq që është grumbuar me 5 vite të tëra në udhëheqjet e komunës plus të trashëguar. Dhe kur Azizi dhe tajfa e tij luajnë rolin e privatizimit të komunës së bile vendosin dhe kush me kë do të takohet dhe kur do të takohet me kryetarin e komunës Bilat Kasamin, atëherë çfarë? Pse gjithë kjo lojë? Pse gjithë kjo lojë? Dhe PD-ja e tha, çka nëse bën bashkëshilltarët komunalë dhe ja dorëzojnë mandatet, i thonë ja ku na ke, largovo më ron. Mund ta bëj, çfarë më e bëj? Asnjëherë se ne bën Bilal. Asnjëherë. Okej, nuk është okej, veç jemi në fund. Sa më përket mua për këto temat që cilat i zgjodha për ti dhe kur komuna merret me atë se çfarë pas ka shkruar Berat Buxhar, pa merret njëri me Berat Buxhar. Po ta rëndesh, nuk e din cilin xhepi ka më shumë para. Po ta rëndesh. Ai është mercenar në gazetari. Nuk është gazetar. Tetov ka plot. Plot ka. Thot dikush këtyre ditë për dikënd, thonë nuk jam të pa gazetari. Jam të pa më tepër asaj që i thuan kronika. Kronikat e zeza. Non stop me kronikat e zeza merren gazetarët në Tetov, që të ikin asaj se s'mund ta shkruajnë. Mund ta shkruajnë një shkrim kundër Bilat Kasamit. Po ruajnë shpinën e vet. Ja jemi në fund të gati muajit. Unë do pyes Nikolovskin, ku është UNESCO? Ku është UNESCO? Okej, nuk është okej. Po do shohim se si do zhvillohen. Pra dhe njerë këtu unë ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.